Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në këtë edicion të lajmeve në televizionin e Prizrenit. Suareka po feston 26 vjetorin e shtlirimit të saj. Binja këzohën shkolla e Minduraku nga Prizreni dhe ajo 22 tetori nga Berati. Në Rahovec u mbajt festivali mbar kombëtar i talentëve të rinj, Do Re Mi, unë dhe ti. Hajde, ditët me fat mbëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 349 euro. Roba luarse Beko 9 kg 1400 rrotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego inverter 12000 BTU A+++ për vetëm 279 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 49%. Nga 12 deri më 15 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Me aktivitetet të ndryshme është shënuar 13 qershori dita e çlirimit të Suarekës. Me këtë rast është mbajtur edhe një manifestim solemn në shtëpinë e kulturës Uk Bytyqi. 13 qershor. U çliru Suareka. 13 qershori shënon një nga datat më të rëndësishme në historinë e qytetit të Suarekës, ditën e çlirimit, e cila simbolizon fundin e një periudhe të errët dhe fillimin e një epoke të re për banorët e këtij qyteti. Në këtë përvjetor, komuna e Suarekës në ambientet e shtëpisë së kulturës Uk Bytyqi, përmes një solemniteti ka përkujtuar me nderime dhe respekt të thellë të gjithë të rënët që sakrifikuan jetën për liri. Kryetari i komunës Bali Muharremaj në një fjalë rasti theksoi se 13 qershori nuk e shënojmë vetëm si një ditë kujtese, por si një ditë reflektimi dhe angazhimi. Sot të nderuar qytetarë, është një ditë që me të vërtet na bashkon të gjithë dhe pa dallim këtu. Pa dallim partie politike, pa dallim feje, pa dallim institucionet e Republikës së Kosovës që janë këtu prezant, edhe policia e Kosovës, e forcat e Republikës së Kosovës. Tu sot kemi shumë tyra që bashkohëm, që shemë konë bashkë prej vitit 99. Pa dallime këtu kemi shumë antarë të shtabit të brigadës 123. Po kemi sot të vëllë ushtarë që dhe kanuar nga komuna tjera që në respektojnë edhe sot të që janë prezant nga qëta komunat të Republikës Kosovës. Obligim i joni janë që punojnë ma shumë, që të mira me gjatë të reja ma shumë. Kur është interesi i shtetit dhe i kombit, duhet të jemi bashkë pas një dallim. Se 13 qershori nuk është vetëm një ditë kalendar, po është një ditë shumë më rëndësi, edhe për mua është edhe për shqiptarët tonë, festa më e rëndësishme. Për komunën tonë është dita e çlirimit. General Major Gëzim Hazrolli tha se kjo ditë është një moment i veçantë për të rikujtuar sakrificat e së kaluarës dhe për të punuar me përkushtim për një Suarek më të zhvilluar. Sot, kur po festojmë ditën e çlirimit, 25 vjetorin e çlirimit të komunës së Suarekës, po kujtojmë rrugtimin e gjatë dhe të mundimshëm të popullit tonë, sakrificën e brezave të tërë për liri. Po kujtojmë fundin e një epoke të përndjekjes, burgosjeve, sakrificave të mëdha të mëdha të popullit. Sot, pa diskutim, kujtojmë idealin e djemve dhe bijave të kombit, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të gatshëm për të dhënë çdo gjë nga jeta e tyre. Sot kujtojmë me respektin dhe nderimin e përjetshëm dëshmorët, ata të cilët janë më meritorët për këtë ditë që gëzojmë sot. Kryetari i OVL-s të UÇK-s Sejdi Lezi u shpreh se Suareka nuk ishte vetëm një vend ku ndodhi lufta, por edhe një shembull i qëndresës dhe unitetit të popullit tonë. Ditën kur mbi këtë tokë rahia e zezë e robërisë dhe unë gjallë shpresa për një ditë të lirë, për një të arme që mundësua me gjakun e bive më të mirë të këtij vendi. Me nderim të thellë dhe me mirënjohje të përjetshme, në këtë ditë kujtojmë sakrificën sublime të gjithë dëshmorëve të lirisë e në mënyrë të veçantë sot përkulemi me krenari para kujtimit të dëshmorit Kenan Halimi, i cili ra heroikisht me 13 qershor të vitit 1999 në ditën kur qyteti ynë do të merrte frymën e parë të lirisë.
ajo bë pjesë e pavdekësisë në prag të fjetores, duke volosur me gjakun e tij lirinë e Suarekës. Ndryshe, kryetari Muharemaj, së bashku me drejtuesit e shoqatave të dala nga lufta, ndëruan me mirënjohje të gjithë ata të cilët dhanë kontribut në shërbim të komunitetit dhe adheut. Binja këzohen shkolla e Minduraku nga Prizreni dhe ajo 22 tetori nga Berati. Të premtën në vizitë të parës kishin ardhur nga qyteti i 1001 dritareve, drejtuesve nxënës të shkollës. Këtë të premte, shkolla fillore Minduraku në Prizren mirëpriti shkollën 22 tetorin nga Berati. Kjo vizitë shënoi një hap të rëndësishëm drejt binjakëzimit të dy institucioneve shkollore, me qëllim të shkëmbimit të përvojave nxitjes së aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet nxënësve dhe stafit arsimor. Drejtori i shkollës e Minduraku, Rahim Bekteshi, theksoi rëndësinë e ndërtimit të urave të bashkëpunimit përmes binjakëzimit. Ne nisëm për binjakëzim dhe për afrim të këmbimit të përvojave të nxënësve, të mësimdhënësve, e kemi filluar qysh herë, sepse unë personalisht zbashku me kolektivin e shkollës e Minduraku nga Prizreni, e kam vizituar shkollën tek ura vajkurore në Berat, edhe jemi të njohur personalisht do të thotë dhe me drejtoreshën Vasilike Armezi, e cila unë tuti është drejtoresh e qytetit tuaj të bukur. Dikur ka qenë ëndër që të takohemi kësaj, sepse ne jemi një kamp, por ka koincidu që ne dje kemi patur ditën e sqarimit. Sot vazhdojnë ditët e sqarimit, është dita e sqarimit të Perandës, dhe fal luftës sqarimtare, fal alatëve tanë, tani ne jemi këtu si një familje, sepse Shqipëri-Kosovë është një. Nën drejtoresha shkollës 22 tetori në Berat, Gentiana Ceno, u shpreh tejet falendëruese për pritjen si dhe theksoi se ky është vetëm fillimi një marrëdhënie të frytshme. Pari doja të falenderoja drejtorinë e shkollës për këtë pritje që na ka bërë. Doja të falenderoj mësuese Majlindën për nismën që mori. Nisëm shumë e bukur, ne kemi promovuar librin e klasës së 5 dhe në qytetin e Beratit, dhe sot jemi këtu në qytetin e Prizrenit për të promovuar librin e këtyre fëmijëve në shkollën tuaj. Falenderimi tjetër i takon nxënësve dhe prindërve për mbështetjen në këtë nisëm. Dua t'ju uroj suksese gjithë stafit tuaj, shkolla e Minduraku për pritjen dhe për çdo gjë që na keni vënë në dispozicion sot. Shumë faleminderit. Mësimdhënës janë nga shkolla 22 tetori Majlinda Salepi dhe Merita Shporta nga shkolla e Minduraku. Theksuan se ky binjakëzim është tejet i rëndësishëm pasi që bashkëpunimi do të zgjerohet me projekte të përbashkëta në të ardhmen. Faleminderit të gjithëve nga zemra për mikpritjen. Dua t'ju them se ne kemi sjell një libër që ndoshta është shumë modest. Këta e kanë shkruar kur kanë qenë klasë 3. Ka ardhur shumë rastësisht krijimi i këtij libri. Fillimisht nxënësit unë shikoja që shkruanin kishin dëshirë, lexojnë shumë, janë antarë të bibliotekës dhe lexojnë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe e nisëm si një nismë të vogël, sikur të mbledhim, t'i bashkojmë dhe t'i bëjmë vetë, autodidakte. Po pastaj menduam, po sikur ta zgjerojmë. Thirrëm prindrit, ata na mbështetën, kanë sponsorizuar prindrit faktikisht për ta bërë këtë libër dhe është një libër simbolik ku secili fëmijë ka shprehur ndjenjat e veta, emocionet e veta, një prallë, një tregim, një poezi të pasqyruar dhe të ilustruar me një vizatim të vogël. Shpresoj që ju ta pëlqeni dhe nxënësit ta lexojnë dhe ta pranojnë, më tepër ishte dëshirë për t'u bashkuar. Zemra të rrahin bashkë. Berat dhe Prizren. Besoj kjo urë e miqësisë do të vazhdoj për mot me gjeneratat e reja, tash janë filiza, po në të ardhmen do t'jenë kontakt të përhershëm.
Ne si shkollë, e falenderojmë drejtorin e shkollës për këtë organizim që na ofroi mjaft në çdo aspekt kontributi i tij është madhor. Është më shumë se një takim i thjeshtë, është fillimi një miqësie të re. Ndryshe, nxënësit nga Berati i dhuruan librin me titull Unë, nxënësve të shkollës e Minduraku. Këta të fundit u falenderuan për një veprim të tillë duke marrë përvoja të reja dhe kujtime të paharrueshme. Aktivitetet për shënimin e 26 vjetorit të ditës së çlirimit të Prizrenit mbrëm kanë përfunduar me një koncert madhështor nga artistët e mirënjohur shqiptar Eli Fara dhe Adhurim Grezda. Kremtimi i 26 vjetorit të ditës së çlirimit në Prizren u përmbyll mbrëm me një koncert të organizuar nga Komuna e Prizrenit në Shtëpinë e Kulturës Xhemaili Berisha, ku qytetarët patën rastin të ndjekin performanca artistike nga Eli Fara dhe Adhurim Grezda. Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj në një fjalë rasti u uroi qytetarëve për vjetorin e 26 të çlirimit të qytetit. Si duket halojemi në atmosferë festive, sepse këto 2-3 vite kemi pas për vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe sot ja kemi ditën e çlirimit të Prizrenit, atmosferë festive, më shumë aktivitete, më shumë angazhime, mirë po jo rastisht e kemi zgjedhur që sonte të bëjmë përmbylljen e kësaj atmosfere festive me një orkestrë të jashtëzakonshme. Orkestra quhet simbolikisht Don't Listen to Your Neighbors, mos i dëgjoni kujshit, por natë ti dëgjoj kujshit, do të thejmë atë rregull, sepse nga kujshit presim një ekzekutim të jashtëzakonshëm të muzikës popullore në një aranzhman pak më lymshëm. Mi po natyrisht që këtë orkestër të jep një shije të veçantë një lejni si që është Eli Fara, që është mysafiri i unë. Të gjithë i falenderoj për prezencën, kurse e njohur të nderuar bashkëqytetarë, ju dëshiroj të përjetoni një mbrëmje sa më të bukur dhe njëkohësisht të gjithëve ju uroj festën ditën e çlirimit të Prizrenit. Faleminderit kur i shkoi mendja që të më ftonte mua në këtë ditë veçantë. Edhe artistja Eli Fara, teksa uroi festën të pranishmëve, u shpreh manitur nga bukuritë e qytetit të Prizrenit. Faleminderit Prizrenit, një qytet kaq me bukuri mistike, misterioze. Nuk kam qenë shumë herë kam qenë për aktivitete, por nuk e kam shijuar si qytet. Sot dola dhe u mrekullova. Faleminderit, ndjem shumë e nderuar që ndodhen sonte këtu, në këtë skenë, me këta muzikantë, një dua trokitje të fortë. Kryetarit bashkisë, faleminderit kur i shkoi mendja që të më ftonte mua në këtë ditë veçantë. Festoqi ditën e çlirimit të Prizrenit përjetësisht. 26 vjetori i ditës së çlirimit të Prizrenit tani të shënua me aktivitete të ndryshme dhe një atmosferë festive në qytet. E ndërkaq që në Rahovec është mbajtur edicioni i 10 i festivalit të mbar kombëtar të talentëve të rinj Do Re Mi, Unë dhe Ti. Mbrëmje në Sejntës u mbajt nata e dytë finale edicionit të 10 të festivalit mbar kombëtar të talenteve të rinj Do Re Mi, Unë dhe Ti në Shtëpinë e Kulturës Mensur Zyberaj në Rahovec. Kjo natë u zhvillua me performanca nga nxënësit e shkollës së mesme të ulët të muzikës Faik Sylka në Rahovec. Drejtori i festivalit Naser Dula foli për qëllimin dhe arritjet e këtij festivali ndër vite. Kemi ndër veçantë që si vjet e kemi festuar më të një edicion të 10 jubilar të festivalit mbar kombëtar të talenteve të rinj të muzikës klasike, që është ndër i pari kësaj lloji në Kosovë, mund të them, se festivali është në formë revijal, jo garus. Dhe kjo në kupton që çdo kush që vjen në këtë festival është më komod dhe nuk ka fare stres. Në këtë rast qëllimi i këtij festivali që takon koleg apo kolege, nxënëse mes veti, që t'i kombinojnë ato shkallësitë që i kanë mes veti, që të lidhin një bashkëpunim për të ardhmen, sepse në shkollën tonë zakonisht në këtë festival deri më tani për 10 vite kanë marrë pjesë diku mbi 500 talent të rinj në gjitha instrumente muzikore, që nga piano, violina, kështu me radhë, dete, balete për shembull. Ka pas sfida normalisht festivali, fillimi ka qenë i vështirë, por nikosisht filloi të afirmohet festivali dhe dal nga dal është stabilizuar në një nivel artësiesh sot.
Ky aktivitet këtë vit u organizua në patronatin e komunës së Rahovecit në kuadër të ditës së çlirimit të Rahovecit. Drejtori i arsimit Avdi Morina u shpreh i kënaqur që tashmë në këtë festival marrin pjesë jo vetëm të rinë nga qyteti i Rahovecit, por edhe nxënës nga fshatrat përreth dhe qytete tjera. Veçantia e këtij festivali këtë vit është që ne e kemi futur ose e kemi inkorporuar këtë ngjarje, këtë festival në kuadër të shënimit të 14 qershorit, që është dita e çlirimit të Rahovecit. Dhe në agjendën e aktiviteteve për shënimin e ditës së çlirimit është futur edhe festivali Do Re Mi, unë dhe ti, dhe kjo ishte nota finale, në cilën performuan talentet e reja nga gjitha shkollat e komunës sonë, dhe vërtet patëm një aktivitet shumë të bukur. Përkrahja nuk ju ka munguar, zakonisht drejtoria e kulturës dhe drejtoria e arsimit jemi në përkrahje të vazhdueshme, edhe të shkollës muzikës, po edhe të stimulimit të talentëve të ri. Viteve të fundit kemi vënë re që ka nxënës të cilët vinë për të vazhduar shkollën e muzikës edhe nga fshatrat, jo vetëm nga qyteti, dhe që është një gjë e mirë. Talentet e reja të muzikës, Eliza Dulaj, Draja Nërshiti dhe Era Rama, inkurajuan të rinjtë e tjerë që të merren me aktivitetet të tilla kulturore dhe të zhvillojnë veten në fusha të ndryshme të artit. Unë ndjem shumë mirë dhe jam shumë e lumtur që mora pjesë në këtë festival dhe mendoj që fëmijët duhet të marrin pjesë në këto aktivitete, sepse jo vetëm që mund të mësojnë nga arti dhe kultura, por domethënë mësojnë edhe si të luajnë instrumente të tjera dhe mendoj që është shumë mirë. Jam shumë e gëzueshme për këtë program, edhe kemi kalu shumë bukur këtu. Kur kom dalë në skenjë më di pak e stresuar, ama ato që ka përfunduar ka qenë një edicion i 10 shumë i mirë, edhe një festival shumë i mrekullueshëm. Në këtë mbrëmje festive, rreth 50 instrumentistë sollën para publikut një repertuar të pasur muzikor, performanca dinamike dhe emocione të forta, duke dëshmuar potencialin që bartë rinia shqiptare në fushën e artit dhe muzikës. Të nderuar shikues, në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve ju përcjellim informacione të tjera të ditës së sotme. Ftoj LDK-n të propozojë një deputet për antar. Të premten janë bërë 31 herë që deputetët e legjislaturës së nëntë të Kuvendit janë mbledhur në seancë konstituive, por nuk kanë arritur që atë ta përmbyllnin me sukses. Për të 23-ën herë, kryesuesi i seancës Avni Dehari ka vazhduar me rendin e ditës, të cilin e ka përcaktuar vetë me formimin e komisionit parlamentar për votimin e fshehtë të kryeparlamentarit. Si në të gjithë herët paraprake, përfaqësues të partive që deri në legjislaturën e shkuar kanë qenë në opozit, as nuk kanë propozuar antar për këtë komision dhe as nuk kanë marrë pjesë në votim, duke e pamundsuar kvorumin vendimarrës. Të premtën në sallë kanë qenë 80 deputet, për kanë votuar 47, kundër asnjë dhe asnjë nuk ka abstenuar. Vazhdimi i radhës është saktuar të mbahet më 15 qershor në orën 11. Kush abstenon? Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani gjatë vizitës zyrtare në Japoni është takuar me kryeministrin e Japonisë Shigeru Ishiba. Presidentja ka falendëruar kryeministrin Ishiba për mikpritjen e ngrohtë dhe për përkushtimin e tij ndaj thellimit të partneritetit ndërmjet Kosovës dhe Japonisë. Gjatë takimit, presidenti Osmani dhe kryeministri Ishiba biseduan për mundësitë konkrete të bashkëpunimit midis dy shteteve, ndërsa presidentja theksoi se Kosova mbetet një partnere e besueshme dhe një zë i përkushtuar në mbrojtjen e paqes, demokracisë dhe bashkëpunimit, vlera që na bashkojnë me Japoninë. Pak kemi pas një seri takimesh, prandaj edhe ka zgjat, kemi filluar me një Kryenegociatori i Kosovës Besnik Beslimi ka akuzuar kryenegociatorin e Serbisë Petar Petković për shkelje të marrëveshjes së arritur gjatë takimit trilateral të së martës në Bruksel, duke akuzuar për deklarata të rreme dhe shtrembërim të qëllimshëm të përmbajtjes së diskutimeve. Në një letër të publikuar në platformën X, Beslimi tha se në fillim të takimit ishte arritur pajtim që gjatë konferencave për media të komunikohen informacione të sakta dhe të qarta mbi përmbajtjen e diskutimeve. Sipas tij, Petković ishte zotuar se nuk do ta kesh përdorur të daljen para mediave për të adresuar çështje që nuk janë diskutuar dhe për të mos shtrembëruar diskutimet. Por Beslimi theksoi se ky zotim u shkel shumë shpejt. Për fat të keq, u deshën më pak se 30 minuta për të dëshmuar dështimin e tij në dy zotimet, shkroi Beslimi.
Suareka po feston 26 vjetorin e çlirimit të saj. Binja këzohën shkolla e Minduraku nga Prizreni dhe ajo 22 tetori nga Berati. Në Rahovec u mbajt festivali mbar kombëtar i talentëve të rinj, Do Re Mi, unë dhe ti. Ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmëve, ne ju falenderojmë që na ndoqët, deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëfshi.